kjo dosje në kompleksitetin e saj e ka kaluar klasën. Çka do të thotë që puna e SPAK ka kaluar në disa filtra. Filtri par ishte masa e sigurimit. Dhenja e masës sigurimit do të thotë që dyshimi ka qenë i arsyeshëm për kryerjen e veprës penale. Dhe që thuash dyshimi i arsyeshëm presupozon që provat të jenë të tilla që bëjnë dyshimin tepër të arsyeshëm që ky njeri e ka kryer këtë vepër penale, pra po marrim ne një masë, domethënë sigurimi ndaj tij. Edhe fakti që në të gjitha shkallët e gjykimit deri në gjykatën e lartë, SPAK-u doli i fituar në masën e sigurimit që dha, do të thotë që i kishte, domethënë, ato prova për të marrë masën e sigurimit dhe që nuk është pak e rëndësishme, është zakonisht e rëndësishme të marrësh masë sigurimi ndaj dikush, të heqësh lirin edhe ta çosh në arrest shtëpie, siç e qua. Besoj kështu kollaj sepse mendoj që nuk e fakti që kundërshtoi vendimin e gjykatës. Nuk ta japim vetëm për këtë. Po mos jenë provat, po mos jetë dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, ti mund të bësh kundërshtime sa duash, nuk merr njëri për kundërshtimet që bën. Duhet të jetë e bazuar ajo njerë në radhë parë, çfarë vepre penale ke kryer. E dyta, dhe që është shumë e rëndësishme, është fakti që ju komunikua akuza u muar i pandehur dhe çështja shkoi te gjyqtari i seancës paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake, kur merr dosjen, ai nëse e shikon që puna e organit akuzës është skarco, edhe kjo çështje nuk duhet dërguar në gjyq. Pse? Sepse kjo shkon drejt pafajësisë, ata o e japin vetë, e pushojnë çështjen, ose i thonë prokurorisë plotësoj hetimet, se nuk e mirë. Kurse fakti që ata e kaluan në gjyq, do të thotë që kjo kaloi pra edhe e kaloi klasën mirë edhe për këtë fazë dhe tani çështja ka shkuar në gjyq. Ka shkuar në gjyq me akte që janë të gjitha të përdorshme dhe nuk doli asnjë akt i papërdorshëm, me akte që janë të vlefshme të gjitha dhe s'ka asnjë gjë të pavlefshme, dhe në këtë drejtim ne me të vërtet themi prezumimi i pafajësisë, kjo shkon deri në fund prezumimi i pafajësisë, po prezumimi i pafajësisë, domethënë, është në aspektin kur ke dilema, kur është dyshim një gjë, provat janë, domethënë, i ke të zbeta e tjera, edhe i thua, ky person prezumohet i pafajshëm derisa të vendosi. Dosja e SPAK-ut ka kontrastin e dur. Ka kontrastin e dur për fajësi.